përveç bukurisë që e shohim të gjithë, po pjesa edhe e shëndetit është shumë e rëndësishme si te dentisti, ashtu edhe te tekniku. Me këtë lloj skaneri e skanon edhe gojën e pacientit. Unë tash gjet rast po e skanoj modelin e gipsit që ka marrë masën fizikisht. Rezolucionin e ka tepër të lartë, saktësinë e ka si skaner shumë të madhe. Këtu është pjesa e CNC-s, ku fillon e gryhet pjesa e urës që ndërtum e dizajnum në kompjuter në program atje. Kjo është CNC-ja, domethënë. Kjo është pllaka e zirkonit. Për një moment kjo veç fillon edhe starton punën, mos ta bën një farë nxehmi që e kryen si procedurë. 3 dhënë, maksimumi kjo mundet me gry për 30 minuta, 35. Se cilin punim duhet me e pastru të paktën 2 herë në ditë. Për shkak të higjienës mirë, jeta i zgjatet çdo lloj punimi që e vendosin gojë. Nëse nuk i rrim gati pastrimit, higjienës edhe kontrollës vazhdueshme paktën 2 herë në vit te dentisti, atëherë nuk ka më na zgjat çaj punim